Partia opozitare LSDM ka reaguar ndaj akuzave të VMRO-DPMN-s duke theksuar se viza e artë nuk është arë por një ngjitëse në pasaport. Në reagimin e LSDM-s thuhet se e mbyllin këtë temë të pakuptimt nga kuzhina e VMRO-s, duke shtuar se Dr. Venko Filipçe punon si mjek dhe nuk merret me ndërtimin e ndërtesave, as me ndërtimin e një kulle 42 katëshe në Dubai me Zoran Zaevin, i cili siç theksojnë ata prej 5 vitesh është në pension politik. Viza është një dokument zyrtar i lëshuar nga një shtet, i cili mundëson hyrje, qëndrim ose tranzit, zakonisht në formën e një vule ose ngjitjese në pasaport, dhe se çdo qytetar mund t'i kontrollojë kushtet për viza në faqet zyrtare të ambasadave përkatëse. Sipas LSDM-s, pretendimit të tilla shërbejnë për të larguar vëmendjen nga tema si migrant për para dhe siç thon ata tenderët kriminal, duke shtuar se partia do të vazhdojë të zbulojë skema kriminale dhe korruptive të VMRO-DPMN-s. Më herët VMRO-DPMN kërkoi që Filipçe të përgjigjet dhe të tregojë se si e ka siguruar vizën e artë për në Dubai. Partia kërkoi që Filipçe të përgjigjet nëse ka apo jo një banesë në Dubai dhe nëse viza e artë lidhet me një investim prej së paku $500.000, si dhe nga vijnë këto mjete financiare.